Dje në shkollën Emin Duraku është mbajtur një mbledhje komemorative kushtuar mësimdhënësës Nexhmia Mustafa Berisha. Drejtori i shkollës Rajn Bekteshi tha se ndarja nga jeta mësueses Nexhmia është humbje madhe për të gjithë ne, pasi ajo ishte mësimdhënëse që na jepte kurajo dhe kudo që ishte ajo ishte një atmosferë pune. Humbja e saj është një dhimbje e madhe për ne si komunitet shkollor, por edhe një humbje për arsimin në tërësi. Ajo ishte një udhërofyese për breza, të tërë nxënësish, një model i përkushtimit, i profesionalizmit dhe i përulësisë së rrallë. Shpresa, shpirti luftarak dhe energjia e saj na kujtonte se sa i bukur është misioni i mësuesit. Me një fjalë të mirë, me një këshill të çmuar, me durim dhe zemërgjërsi. Ajo e dinte si të fitonte zemrën e nxënësve, si të mbillte dije të përjetshme. Kujtimi i saj do të jetojë gjatë, jo vetëm në muret e kësaj shkolle, por në çdo zemër që ajo ka prerë. Në çdo nxënës që ka mësuar prej saj, në çdo koleg që ka punuar krahas saj, në çdo mik që ka ndarë me të një bisedë të sinqertë. Sot, ndërsa ndjejmë boshllëkun që ka lënë pas, jemi njëkohësisht krenar që kemi pasur fatin ta njohim. Le ta kujtojmë me dashuri dhe respekt. Le ta nderojmë duke vazhduar me përkushtimin që ajo përfaqësonte, duke i dhënë arsimit po të peshë e dignitet që ajo i dha për vite me radhë. Në emrin tim personal dhe në emër të gjithë stafit dhe komunitetit të shkollës, u shpreh ngushëllimet më të thella familjes së saj, miqve dhe gjithë atyre që e kanë dashur. Rishit të kusha i zyrtari lartë i arsimit duke ndarë dhe mshurime kolektive në familjen dhe të gjithë ata që njohën Nexhmia Mustafën. Nuk ishte vetëm një mësimdhënëse, por në vitet e 90-ta ajo nuk e ndali aktivitetin mësimor, por edhe detyra të shumta që i përkesnin punës së saj për bashkimin me Shqipërinë. Por në vitet 90-ta kur kuptoi se vendi ton, shtetit ton Kosovës në të gjitha anët po i rrezikoi jeta, ajo nuk u ndal vetëm në aktivitetin e vetë mësimor, por ka marrë detyra dhe obligime dhe të tjera karshi kërkesa të shtetit tonë për çlirim dhe bashkim me Shqipërinë. Vërtet, unë nuk do të flas shumë, por shumë të tjerë dinë më shumë se unë për mësimdhënësit, në saj respekti për punën e saj dhe angazhimin drejtoria komunale e arsimit nga puna e saj ku ishte duke punuar në Gjonaj të Hasit, i kemi bërë një transfer aq sa kemi pas mundësi ta respektojmë dhe ka vazhduar punën në kolektivin e juaj në mesin e juaj. Puna, edukimi dhe gjithë jeta e saj do të shërben si një edukim patriotik atletor, jo vetëm për brezat ne që jetuam në kohën e saj, por edhe shumë breza që do të vinë. Edhe mësimdhënësja Lulieta Maliqi ndau një evokim si që ajo ishte një grua e hekurt, pa marrë parasysh sfidat e jetës, ajo i përballoi dhe gjithmonë thoshte jam mirë si gjithmonë. Shoqja e saj e idealit dhe veprimtarive adhetarja Drita Koqinaj, me këtë rast kanë evokuar shumë sekuenca jetësore dhe adhetare që kanë bashkaluar nga veprimtaria e saj gjatë viteve të 90-ta deri në luftën për liri. Si që njihnim me respekt, ishte gjithmonë e palodhur, e përkushtuar dhe një model i vërtet force dhe durimi. Pavarësisht sfidave të jetës, ajo asnjëherë nuk u ankua, po përkundrazi i përballoi me buzëqeshje dhe me dignitet. Jam mirë, thoshte gjithmonë. Sytë e etur të nxënësve për dije më japin forcë. Në çdo moment ajo ishte aty për të ndihmuar, për të mbështetur dhe për të sjellë qetësi me praninë e saj. Trashëgimia që la pas nuk matet me numrat e matematikës, të cilat ajo i kishte mision. Por me ndikimin e saj të pashlyeshëm që la në zemrat tona.
Aftësia e saj për të përballuar dhimbje në heshtje është shembull frymëzimi për të gjithë ne. Fliste pak e bënte shumë. Andaj edhe ne me pak fjalë do ta përmbyllim këtë. Pushon në paqe, kolegja jonë e çmuar. Kontributi yt dhe pasuria jote, dashuria do të mbesin të paharruara. Të gjithë familjarëve, miqve të dashur, Zoti u lehtësoft dhimbjen. Në emër të familjes së ndjerës në një fjalë rasti e ka mbajtur mbesa saj Nafije Mustafa, në shenjë respekti dhe mirënjohje për punën në edukim dhe arsim të së ndjerës, Nexhmije Berisha, bashkëshortit të saj në Azimit, i është dorëzuar një mirënjohje post-mortem nga drejtori i shkollës, kurse figura e mësimdhënëses Nexhmije Mustafa Berisha mbetet një shembull se si një mësimdhënëse është një adhetare që ka bërë për Kosovën e për arsimin. Falënderimet më të sinqerta nga familja Mustafa Berisha, fjalën për kujtimet për të ndjerën, do t'i lexojmë mbesa e saj që e mban emrin e nënës Nafije. I të rrugtimi i saj ishte në edukimin dhe arsimimin e brezave, duke filluar së pari në fshatin Gjonaj, për të vazhduar dhe përfunduar në Prizren. Arsimtarja Nexhmije, përveç profesionit të saj, ishte edhe humaniste. Gjithashtu, merrej edhe me artizanatin e rrugaxhepsisë, anvise e kopshtare. Arsimtarja Nexhmije, 3 vitet e fundit u sprovua edhe me shëndetin e saj. Ndër kujtimet e shumta do t'i përmendim disa. Gjatë përcjelljes për në shkollë, duke parë shëndetin e saj, e këshillonim të ulte ritmin e punës. Përgjigjja ishte e shkurtë. Në shkollën tonë punojnë të gjithë, pa përjashtim.